Wake Up tani do t'japim vëmendje studentëve edhe mundësive që kanë ata apo në ndryshim mundësive që s'kan ata në raport me student në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Do të flasim edhe për diferencën që bëjnë ndoshta studentët e Tiranës me studentët e rrethave. Kjo në varësi të shërbimeve që duhet t'i marrin dhe po ashtu duhet t'i marrin me çmime diçka më ndryshe raport me çmimet e tjera standarde. Fiks fare prej disa ditësh është duke raportuar se mungesa e një karte të studentit, një karte të vlefshme, por realisht edhe abuzimi që po ndodh për një prej shërbimeve që është aboneja për transportin publik ka shkaktuar një lloj zhurme dhe indinjate mes komunitetit të tyre, pra studentëve në rastin konkret. I hedhim një sy pamjeve fillimisht për tu kontekstualizuar në gjithë ato që do të flasim vetëm pas pak. Abonet e studentit? Skemi po data 2 sot, se thonë dalin datë 1. Janë abonet studente, kanë dalë? Po është data 2 maj, sot kur dalin? Po ka dalin dëns. E kemi shtremesi. Pse? O e kështë marrë me otra, po e kështë marrë 10.000 lekë, ato shkën të 6.000 lekë. Si i kështë shkët dhe 6.000? 6.000, e u marrë 10. Abonet studenti? Ska? Po data 2 maj, kur do dalin? Po ndihmoni ku ka ndonjë dispenseri tjetër këtu. Nuk shitet, në për dispenseri. Po ku do që? Dalin në për shumë, se e të moti nuk ka shqitje. Ata shqetës shqitje 6.000 lekë, ajo në njëra të të Ku ta gjejnë bërë? Rrugëve. Abonet studenti? Po data 2 maj. Kur dalin? Po erdha datë 30 s'kishte. Datë 1 prapë s'kishte. I shetin tregëzit. Po s'ka nej dispenseri që mund të ketë? Dispenseria jemi ne, Po që ka mund të që usë mbani, po mbani ata? Abonet studentës? Ska? S'kishtë asë. Abonet studentës? Nuk ka parë? Kam dalë parë, se data 2 maj. Ako dalim parë për i morin në dorë. E marrë shumë të rejtë. Për do për të dhe. Rajt një mos studentët? Në ato. Ato nuk shiten, nuk shu, ato i kanë gjërë këtë shi, shu si me... Si i kanë gjërë? S'kanë dalë në dispenseri, vetëm të kanë dalë? Po pse qa kanë pëndërë, që? Po nuk du me nëzirë. Ta i ne njësëm me një insert nga Fiks fare për një prej mundësive që do t'i jep të karta e studentit funksionale, si që është blerja një aboneja, apo udhëtimi ndoshta me çmime më të lira, derisa mos vim tek abuzimi që e denoncon Fiks fare për studentët. Ne kemi mbledhur sot në studio përfaqësues të Këshillit Studentor, Siona Konomi me ne, mirëmëngjes Siona Albano Idrizi dhe Eriona Bixho, faleminderit që erdhët në Wake Up. Për të folur rreth problematikave dhe mungesës së një karte funksionale studentore, gjë që ju pamundson edhe biletat e autobusit apo abonet. Gazeta Shqip gjithashtu kishte shkruar dje në raport me premtimin që kryetari aktual i bashkisë zoti Lulzim Basha bëri gjatë fushatës së tij elektorale për një kartë studenti të vlefshme. Ku jemi në raport me këtë, edhe a është vetëm çështja e abonesë lëvizjes për transportin publik apo ka edhe të tjera? Atëherë duke ju falendëruar për hapësirën që jemi mbi komunitetin studentar në emisionin tuaj. Më vjen personalisht shumë keq për të mos thënë që ndiem me fyer si studente apo dhe përfaqësuese të Këshillit Studentar, që flasim sot mbas 5 vjetësh për mungesën e kartës së studentit, ku ky është një detyrim ligjor i përcaktuar në ligjin e ndryshuar të arsimit lart në vitin 2007, do të thotë që nga viti 2007 në 2012 ne nuk është zbatuar ligji i arsimit lart. Pra ne nuk kemi përcaktuar një detyrim që ligji e ka, pra institucionet nuk kanë prodhuar një element që është rrjedhimisht pjesë e implementimit të kartës Bolonjës dhe që është një e drejtë që na jepet. Pra ne marrim nga Bolonja dhe detyrime që na japin, kreditet, literaturën, gjithçka, por ne nuk marrim një të drejtë që është karta e studentit. Për ata që nuk e dinë ose nuk kanë informacion për kartën e studentit, është një mjet pikë së pari identifikimi,
që do të thotë që një student nuk ka nevojë që të marrë vërtetime të presën radhës sekretarisë mërsimore për të identifikuar diku si student, pra me fund këtë kartën e studentit dhe përmes saj identifikohet si student. Dhe pika e dytë është një mjet shërbimi, dhe ç'është më e rëndësishme, pika e parë që kolegët tanë europian përfiton si shërbim nga pajisja me këtë kartë studenti është transporti publik falas. Do të thotë që siç ne e pamë në kronik, ne nuk kemi nevojë të shkojmë për një abonim studenti, sepse atë në rastin më të mirë e gjejmë në tregun e zi, e gjejmë me çmim ekstra, në rastin më të keq nuk e gjejmë fare dhe bëjmë abone si çdo qytetar tjetër. Nëse do të kishim një kartë studenti, nuk do kishim nevojë të kalonim këto vështirësi që tonë të kalojnë. Për të mos thënë që në Itali apo në Francë apo kolegët e tjerë në Bashkimin Evropian student kanë përfitime, kanë marrëveshje edhe në transportin ndër qytetas, sepse nuk po flasim vetëm për studentë në Universitetin e Tiranës, po flasim për studentë të rrethave, të cilët ose studentë që udhtojnë nga Tirana për rrethe, në raste më të mirë kanë marrëveshje ndër. Mendoni sa para do kushtojnë vetëm ata që shkojnë në Elbasan, shkojnë kthehen. Dhe kemi Vlorën, kemi Shkodrën, kemi Saranën, kemi edhe të tjera. Përpos punës së transportit, çfarë do duhet përfshirë në kartën e studentit? Në këto shërbimet falas o të paktën me çmime të reduktuara të parashikuara në ligj. Në parashikimin që në ligj ka në neni 52 të ligjit është më të lartë, parashikohet ketë shërbim shëndetësor falas pa që nevojë të kesh libretën shëndetësore dhe këto dokumentacioni burokratik ekstra. Mjafton ti me kartën e studentit mund të përfitosh shërbim shëndetësor falas. Parashikohet ti në kinema dhe në teatr shtetëror të kesh shërbim falas dhe të ketë marrëveshje me subjekte private, biznese apo të tjera kur shteti kompenson çmimin e ulur dhe të ketë ulje për studentët. Albano, ti je student prej sa kohësh? Prej 3 vitesh. Prej 3 vitesh. Okej. Jeni që ka pasur disa lloj kartash në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo historia e kartave ka bërë që të prodhohen vazhdimisht karta të formateve, dizajneve të ndryshme, i kanë lëshuar shoqatat e grupimeve rinore, ndonjëherë vetë universiteti, rektorati, nuk e di se çfarë. Gjithmonë kanë rezultuar jo funksionale. Pse? Sepse kanë rezultuar jo funksionale, sepse një kartë studenti duhet nifet së pari nga rektorati, por edhe nga Bashkia e Tiranës. Si që premtuar së fundmi nga zoti Basha që studentët do pajisen me kartë studenti. Karta studenti do ishte një lehtësim shumë i madh për ne studentët, sepse jo të gjithë studentët kanë mundësitë për të paguar urbanin. Minimalisht mund të shkojë 1200 lekë vjetra në transportin urban nga fakulteti në shtëpi. A thua ti problemi kyç vetëm çështja e urbanit? Urbani është më imediatja. Pastaj flasim me për gjëra të tjera, siç e tha edhe Siona, është edhe kinemaja, është shërbime shëndetësor, janë maja e icebergut, maja e icebergut. Ndihet edhe më tepër në xhepin e atyre. Më e prekshme, ku studentët e prekshme. Okej, mirë, ju falenderojmë. Ju falenderojmë për ndërhyrjen tuaj. Kam përshtypjen unë se të paktën sa i përket kësaj çështje së përfaqësimit të sektorit në një farmase është e drejtë. Tani ne kontaktuam në fundjavë me përfaqësues të Bashkisë Tiranës. Na thanë që është një grup pune i ngritur për të marrë me kartën studentore dhe gjithçka është në projekt. Është duke u kontaktuar me bizneset e Tiranës, në rastin konkret edhe shërbimi i transportit publik një prej tyre për të rënë në dakordzi. Jona, sa herë diskutoni ju këtë çështje me njëri tjetrin, edhe deri ku keni shkuar në reagimin ka shi diçka që do duhet funksiononte sepse është ligj dhe nuk funksionon. Atëherë, normalisht është diçka që diskutohet shpesh edhe nga gjithë studentët kanë përshtypjen, sepse është diçka që na prek në mënyrë të drejtë për së drejti. Por që un kam përshtypjen që reagimi jon duhet ishte akoma edhe më i fuqishëm, duke parë atë se çfarë po bëhet. Pra, Efsiona e përmendi edhe më parë premtimi që është bërë, edhe kryetari i bashkisë vet në platformën e tij elektorale luajti shumë fort le të themi me këtë gjë. Një nga elementet ishte karta studenti. Një nga elementet më kyç për platformën e tij elektorale dhe që normalisht për gjithë studentët kishte diçka shumë e mirë dhe që pritet me ngul, por që akoma nuk po realizohet. Por që kam përshtypjen që duhet një organizim akoma dhe më fort nga vetë studentët, në mënyrë që të ngrejmë zërin edhe më fort për të kërkuar këtë të drejtonë, se përveç detyrimeve që marrim nga implementimi për shumë i kartës Bolonjës apo i kartave të tjera që vijnë në funksion për ne studentët, detyrimet dim t'i pranojmë shumë mirë, por që janë ato të drejtat tona të cilat nuk po i marrim mende. Po bëj tani një perifrazim që mund të duket në kufit i idiotes, po e bëj. Her pas here në për këto vende të ndryshme në supermarkete ekzistojnë këto kartat. Unë nuk e dija fare se çfarë ishin këto kartat dhe zbulova përpara pak ditë që këto kartat hynë në punë të t'i akumulojë ca pikë dhe merrin ca gjëra mbrapsh.
A kanë studentët informacion se çfarë ju ofron karta e studentit në kuptimin pastaj që ta kenë më të lehtë për të reaguar edhe për të bërë bashkë. Shumë bukur. Estiona, mbetemi këtu ja tek kjo që pyet Ledioni. Realisht kjo kartë që ti ke në dorë, që quhet karta e studentit e lëshuar nga Universiteti i Tiranës, ka logo zyrtare, ka përcaktim zyrtar. Çfarë i bën kjo? Atëherë për ta shpjeguar, ky është pjesë e Tiranës, por është vetëm në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, i cili ka prodhuar në vitin 2008. Sepse ligji për 2007 një vit infrastrukturë, është bërë financim subvencioni privat, pjesë paguar nga studentët, pak rëndësi ka. Por në vitin 2008 kur unë jam regjistruar vitin e parë, aty kam gjithë informacionet e duhur identifikues për degën ku studioj, numrin tim e gjithë të tjerat, kam edhe vulën edhe logon e Universitetit të Fakultetit, por ajo që ndodhi dhe që është realitet anishëm është që as rektorati i Universitetit të Tiranës, as Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk e njohën si mjet identifikimi, pra nuk e quajtën funksionale, pra ngjelet thjesht një format brenda universitetit që as sepërtatim nuk na njoh, dhe kjo ishte për arsyeën sepse Ministri dhe rektorati nuk ndeshkuan akte normative marrëveshje brenda njëra tjetrës për të lehtësuar shërbime që rrjedhin nga marrëveshjet e brendshme. Ti rikthemi vetëm një aspekti përpara se ta mbyllim. Ju jeni një grupim interesi, sido që tjetë përfaqësoni, jeni këshilli studentor, përfaqësoni një grup zë të mirë të studentëve. Çfarë do duhet të bëni ju në këtë rast? Primin që si do imponoheni autoriteteve? Ju pengon ja një prej pengesave që është duke u konsumuar tani më mungesa edhe lëvizjes lirshme në transportin publik, po tjera mund t'ju dalin tjera. Si do bëni? Ne si këshill studentor flas për Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në 2010 në Hotel Tirana kemi bërë një konferencë me pjesëmarrjen e gjithë instancave më të larta të arsimit lart, ku në një moment i bashkëbisedim me student me panelin, u shtrua dhe karta si probleme dhe karta e studentit, ku zonja Nora Malaj, zëvendësministri i arsimit, ja premtoi studentëve kartën e studentit dhe tha që ne do të marrim masën e do bjem në dakordsi me rektoratin, me bashkinë, me këdo që është palë në këtë proces, dhe studentët do ndanë shumë paqësisht nga i takim. Është një takim që nuk mund të kaloj pa u vënë re. Dhe pati impaktin e vet. U përshëndet pozitivisht nga studentët, nga mediat, çka ne pjesën tonë jemi duke zauruar prej 2 vitesh, por se sa deri tani kemi mbetur tek niveli premtimeve. Dhe kjo është situata. Megjithatë, unë di që Bashkia e Tiranës ka një projekt në përfundim, me informacionin që kam edhe me angazhimin tim Këshillin Kombëtar Studentor. Megjithatë, shpreh shqetësimin tim shumë serioz që nëse për Tiranën ne po themi se jemi duke mbyllur, kemi një projekt konkret që është duke u zbatuar, është duke u përfunduar. Shqetësimi i madh ngjitet për 10 pse të tjera publike që nuk janë pjesë të rrethave, dhe ky problem është po edhe për ata po kaq serioz dhe po kaq që kërkon vëmendje nga Ministria dhe nga instancat qeveritare dhe nga pushteti lokal. Kështu që duhet trajtohen gjithë njësoj. Ligjet nuk janë lokale, janë kombëtare dhe mos le themi mbajtja e një premtimi tek ne ka ndodhur në të shkuarën, jemi të sigurt që do të ndodhe në të ardhmen, mirëpo duke patur parasysh ndjeshmërinë e atyre që me të drejtë i quajmë ardhmja e kombit, dhe visi qesharakët vazhdoni mende në këtë loje. Faleminderit shumë që erdhët, kënaqësi që të kishim në studio. Urojmë shumë që të nxjidhet sa më shpejt ky problem. Ju e dini sa herë doni pastaj dyerën e keni të hapur. Pas pak momentesh do të jemi sërish në studio për diçka e cila është më e gëzueshme, ndërsa janë lajmet e orës 8 tani me Elira Lamnita Gjoni.